Duke qenë se Berisha deri tani nuk ka dhënë sinjale se mund të dorëhiqet, a ka një marrëveshje të fshehtë prej vitesh, por edhe në këto zgjedhje midis Berishës dhe Edi Ramës, që Edi Rama të mbetet në pushtet, ndërsa Berisha të mbaj frenat e drejtimit të opozitës? Unë do ta shikoj si një marrëveshje në këtë nivel, unë do të shikoj një marrëveshje që të dyja palët kanë pasur ndër vite që në 2008 dhe sot në vazhdim, që është e paimagjinueshme në një vend që kërkon ndryshimin, kërkon të rinë, populli thot të vinë të rinjt dhe populli vetë rezervohet të votojë të rinjt dhe jep të paktën një mandat ose maksimumi 2 mandate. Marrëveshja vazhdon, unë jam i bindur për këtë gjë, sepse me 26 korrik u bë marrëveshja e famshme e radhës që të mbyllen listat dhe të hapet një pjesë e tyre. Nuk ka rëndësi a hapen apo mbyllen, por e rëndësishmja është që këtu ekzistonte marrëveshja. Pra, unë nuk jam i natyrës që kundërshtoj sistemin që të futem në garë, por jam i natyrës që unë kundërshtoj marrëveshje të cilat nuk bëhen gjithëpërfshirëse. Për ata të cilët thonë që politika nuk ka marrëveshje, do të thotë zotëri ke gjetur derën e gabuar, sepse pikërisht politika pa marrëveshje nuk ka për të ecur përpara, sepse debati politik dhe demokratik zhvillohet në fund fare dhe finalizohet nëpërmjet marrëveshjeve politike, të cilat në Shqipëri kemi parë mbi 60 marrëveshje politike të shkruara i kemi, të zbatuar i kemi pjesërisht. Pra do të thotë që çdo gjë në Shqipëri ndodh me marrëveshje. Nuk dua ta ul kaq poshtë që të them ka një marrëveshje që njëri të jetë në qeveri, tjetri të jetë në opozitë, sepse normalisht të dyja palët mund t'i bëjnë një rrezik të konkret vendit, por unë do të them që kemi një problem, një smundje kronike që kanë të dy partitë kryesore, por sidomos Edi Rama dhe Sali Berisha, që janë të atashuar dhe kanë atë nevojën e tyre ekstreme të jenë në pushtetin e karrikës së kryetarit. Nuk ka rëndësia është karrikja e ekzekutivit apo karrikja e opozitarit, po të njëjtën pushtet kanë. Do të kuptojnë diçka së bashku. Pushteti legjislativ është më i madh se pushteti ekzekutiv dhe pushteti gjyqësor. Pse? Sepse normon ligje. Edhe pushteti gjyqësor, po edhe pushteti ekzekutiv do të zbatojnë ligjet e legjislativit. Prandaj ka kaq shumë forcë deputeti, prandaj ka kaq shumë forcë çdo marrëveshje që bëjnë partitë politike në parlament, po edhe përveç kësaj, jashtë parlamentit. Ajo që unë dua të them është që zoti Rama dhe zoti Berisha ka ardhur momenti që të salutojnë dhe të japin një lamtumir pushteteve të tyre respektive, por edhe zoti Rama duhet të mendojë të mirë çfarë po bën. Unë e di që zoti Rama këtë mandat do ta çojë deri në fund, kjo nuk as bëhet fjalë, por në rastin e logjikshëm dhe jo në rastin emocional, zoti Rama për mendimin tim duhet të mendojë për të ardhmen, jo për 4 vitet e ardhshme, por për 15 vitet e ardhshme. Pse? Sepse ndryshojnë shumë gjëra, aksidentet rrugës ndodhin, politika nuk është absolute, pushteti nuk është absolut, gjithçka mund të ndodhi dhe zoti Rama për mendimin tim duhet të mendojë se si duhet të zbresë nga karrikja e kryeministrit dhe jo si mund ta vazhdojë dhe populli i tij të thotë vazhdo se je mbreti jon. Jo, është e gabuar. Ashtu ndodhi edhe me zotin Veliaj. Pra zoti Veliaj ishte kryetar bashkie dhe sot është në burg. Pra krahasimi është i tillë që do të thotë që edhe zoti Veliaj kështu kishte njerëzit e tij, vazhdo dhe sa erdhi momenti i vështirë, ai u burgos, a ishte burgosja e tij politike apo jo, kjo mbetet për tu parë, por ishte një fakt konkret që zoti Velia u burgos. Pra, u harrua, njerëzit e tij e harruan dhe njerëzit e tij dolën nga listat e Partisë Socialiste humbës. Pra, nuk ekziston më zoti Veliaj. Prandaj edhe është si një referencë nga aspekti politik, zoti Veliaj nuk është më pjesë e Partisë Socialiste. Nga aspektin juridik, zoti Veliaj do të ketë mundësinë e tij të provojë pafajësinë e tij në procesin penal që është ngarkuar nga organizata e partisë që janë Plepa 2 Spaku. Do të ndalemi tek aksidentet e mundshme në thonjza që mund të ndodhin kryeministrit Edi Rama në 4 vitet në vijim, por të mbetemi te Partia Demokratike.
Kush mendoni se do ta drejtoj Partinë Demokratike në një rast të mundshëm nëse kreu i saj, Sali Berisha, jep dorëheqjen dhe largohet, apo ai do të vijojë një traditë familjare për t'ia lënë të bijës së tij Argida Maltezit? Unë nuk jam kundër njerëzve të cilët kanë ambicie politike të shprehen pavarësisht se është babai, nëna apo familjarët e tij, sepse në fund fare votën e kanë qytetarët shqiptar dhe unë nuk mund të ndëfutem edhe të them unë penalizoj këtë person sepse vjen nga kjo familje. Ne kemi si qytetar votën dhe ne mund të ndëshkojmë ata ose të ndalojmë ata që mos marrin pjesë në jetën aktive. Unë nuk kam këtë, si do them, mlef apo të kem diçka që të them që nuk më intereson ky person të futet në gara politike. Por kësaj radhe Partia Demokratike nuk mund të bëj gabimin e Lulzim Bashës që të vendoset një kandidat ose më mirë një kryetar i deleguar dhe thjesht të bëhet formaliteti nga aspekti zgjedhor brenda Partisë Demokratike. Unë kam mendimin që kryetari i ri apo kryetaria e re duhet të jetë një zgjedhje dhe një përzgjedhje e antarësisë në mënyrë të natyrshme dhe kryetari apo kryetaria duhet të jetë patjetër një person i cili të ketë vullnet, një gjëra e parë, dhe e dyta të ketë fuqi, që të ketë leadership, që të përballet me arrogancën, se përballë nuk ke kundërshtar politik edukativ, as të pjekur politikisht, ke kundërshtar arrogant, i cili në çdo moment mund të godas në mënyra të ndryshme që të gëzoj atë që themi ne lavdratën apo kënaqësinë apo mlefin e qytetarëve të cilët janë tifozë ndaj tij. Prandaj leadershipi që unë mendoj tek Partia Demokratike duhet të jetë jo e deleguar por e natyrshme. Pra e natyrshme që vetë personi të ketë ambicie të kandidojë dhe mos t'i dhurohet karrikja, thjesht të luftoj brenda llojit dhe të luftoj dhe të marrë atë që meriton. Tani emrat konkrete, unë do të them disa emra të cilët i kam thënë edhe te ju para zgjedhjeve dhe në momentin kur u shpadh lista. Unë kam menduar që kandidat potencial për kryetar të Partisë Demokratike është Luciano Boçi, Josefina Topalli, tani e tuti janë shtruar disa emra të tjera, Jurita Tapaku, Andi Mustafaj dhe disa individ të tjerë të cilët i kam dëgjuar, të jem realist me ju. Mendoj se mund të jenë të paktën 5 kandidatë që të kandidojnë, por ajo që unë mendoj është kjo, do të kandidojnë që të bëhet zhurmë edhe të bëhet përçarja akoma më e thellë në Partinë Demokratike, apo do të kandidojnë me një sistem zgjedhjesh të brendshme që do të jenë model dhe nuk do të përcjelli përçarje brenda Partisë Demokratike. Ky është qëllimi. Nuk është qëllimi për të mbledhur edhe të vendosur antarësinë të votojnë në kutitë e votimit. Qëllimi është që nga ky votim, nga ky proces të dalë diçka pozitive, sepse pala tjetër gjithmonë don të godasi Partinë Demokratike në çdo formë dhe mënyrë që ajo asnjëherë mos të ngrihet në nivelin e dur për të qeverisur vendin.